Është në rregull me thonë, nuk ka kjo puna e emja edhe mos me t'interesu për kur gjë tjetër në punë. Unë jam genti edhe kjo është mendimi jam. Nuk është puna e emja kjo, është fjalia që e ka mirë zhvillimin profesional të çdo punëtori. Sepse nëse kur nuk je gati me prek asnjë punë që s'është direkt kontratë, qysh pret ti me arrit? Qysh me ftu eksperiencë të re, qysh me pas diçka më shumë se minimum. Sign the contract, big boy. Sign the contract. E këtë rritja ndodh pikërisht kur ti je i gatshëm me dal pak prej shablonit. Jo me u bo viktim, jo me u shiti shfrytzuar, po me kontribu. Me thonë shkurt, me tregu veten çka mundesh me bo pak më shumë pe asaj çka veç u prit pe te në fillim. E pikërisht në këtë moment je të thonë, ka dal shërt, se kjo farë punë s'ka fund mas nej. E prit, se i kena edhe disa fjalë për këtë pjesë. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Për punëdhënësin, me dhon dikujt detyra për me ble harçën e shtëpisë ose me ja la kerrin, a me ja marr fëmijën për shkollë, nuk ka punë shtesë që ndihmon me u zhvillu. Kjo është keq përdorim. Kjo është kthimi i punëtorit në shërbëtor. Labrador lësho karrikën. Labrador kape karrikën. E kjo s'ka lidhje as me kulturë pune e as me performancë. Pra, punëtori do të me pa ma gjënë se çka mund ta kën, e punëdhënësi do të me kuptu që shfrytëzimi nuk e rrit kualitetin e as besnikrin në kompani. Kontributi nuk do me thonë që dosh me bo krejt gjithçka bashkë lypët, po të njëjtën kohë as mos me u kufizu mrena kornizave të kontratës. Po, me qenë njeri gatshëm, pa u keq përdorë. Shihemi.